Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Do fillojmë tani me rubrikën e të ftuarit të ditës, edhe të rinjt janë gjithmonë pjesa më rëndësishme e këtij emisioni. Një ri shumë i mirë, një djalë shumë i talentuar, një futbollist perfekt dhe një nxënës i mrekullueshëm. Është me mua këtë mëngjes Rubin Mlloja. Mirëmëngjes i dashur. Faleminderit që je sot me mua. Është kënaqësi të të kem në studio. Na të sjellë për mua. Është gjithmonë kënaqësi të sjellim gjëra të bukura, të rinj të talentuar, të cilët jo vetëm mësojnë shumë mirë, por edhe kanë talente në futboll, siç je ti një futbollist shumë i mirë, një portier më saktë. Si ka lindur dëshira jote në fillim për futbollin, Rubin? Unë futbollin si çdo djalë shkodrane fillova duke luajtur në lagje. Dhe pastaj duke i thënë dhe të shtëpisë të inkorajon më shumë tek futbolli, regjistrova në akademi për sport. Rreth klasës së tretë mund kem qenë 10-11 vjeç. 10-11 vjeç. Pa një moshë shumë e vogël, kur Rubini u angazhua në futboll. Dhe ndërkohë që ishte në futboll, ishte një nxënës i shkëlqyer. Sa bukur. Është shumë bukur kur ecin të dyja paralelisht dhe përveç futbollit dhe asaj që ti dëshiron ëndrrës tënde të madhe, ti ndjek edhe shkollën në mënyrë kaq të mirë. Po më pas, si mori ëndra jote drejt futbollit? Ëndra ime vazhdoi duke qenë dhe lojtar i vllaznisë dhe ekipeve të tjera dhe duke balancuar gjithmonë me shkollën. Pastaj u bë kupa dhe ja ku jemi sot. Ja ku jemi sot, Rubini si një futbollist tepër i mirë që e mendon të ardhmen e tij në futboll apo jo? Fatkeqësisht unë kam lërë futbollin. Fatkeqësisht e ke lënë futbollin. Pse ndolli kjo? Pse ndodh në Shqipëri që shumë djem të talentuar e lënë futbollin? Ndoshta nga një dëmtim, ndoshta nga një ambicie tjetër siç ke ti të vazhdosh një profesion edhe më të bukur edhe më fisnik. Dëshira ime në fakt është primarisht të ndjeku shkollën. Dhe futbolli është një hobi që e kam praktikuar, sigurisht është pjesë e imja, por e para krejt është shkolla primare. Është shkolla. Ka qenë gjithmonë primare kështu, apo ka ato moshat e adoleshencës nga 16 vjeç, 15 vjeç që ke menduar që gjithmonë do bësh një futbollist i madh, një portier, nuk e di, si Manuel Neuer ndoshta. Ka pasur nga këto ëndra që ndonjëherë kanë mposhtur në një farë mënyrë shkollën apo jo? Në fillim e krejt po, them lirshëm krejt se ëndra ime ka qenë për qenë futbollist, dhe të jem nivelet më të larta ku të mundem. Por dhe fatkeqësia dhe që kam ndjek rrugë të ndryshme dhe futbolli është gjithsesi është një pjesë shumë e bukur e jetës time. Ndoshta do të flasim pak sepse ti the e kam mbyllur futbollin, po ti ke qenë pjesë e Shkodra Youth Cup 2026, ku ishe futbollisti i momentit. Ishin të gjithë që flisnin për Rubinin, Rubini ishte ai që priti penaltit që vendosën se kush do të fitonte në atë moment, si u ndjeve aty? Me të thënë të drejtën, ishte një emocion shumë i madh dhe sepse në fushën e futbollit ishte edhe shumë të ftuar prej shkollës tonë, shkollave të tjera dhe shkollës rivale. Ishte emocion sepse normal të performosh para shumë tifozë nuk është e kollajt, por që ja dola dhe them që kam bërë gjën e duhur. Ke bërë gjën e duhur. Është emocion, theti, sepse ishin shumë tifozë dhe ishin pjesa më e madhe nxënës të shkollës ose Kuka, nxënësit që ti ishe çdo ditë. Dhe ke ndoshta edhe një përgjegjësi të shtuar para tyre apo jo? Përgjegjësia shumë e shtuar se fundit pse po luajm fundin e për shkollën tonë, po. Dhe normal që deshim ta fitonim, pse jo, dhe jemi ekip futbollistësh përgjithësi dhe u desh ta fitoshim këtë turne. Unë kam pasur edhe 2 nga djemt të tjerë të shkollës dhe vërtet jeni një ekip për mendimin tim shumë i mirë, që keni sjellë shumë emocione dhe diçka një lojë shumë të bukur, por ti e ke pasur ndoshta atë peshën më të madhe, e ke ndjerë kështu pasi loja përfundoi në penallti. Peshën, më të thënë drejtë dija se do kontribuoja në penallti, por peshën po, sepse si unë, por edhe peshë kam pasur edhe shokët e mi të ekipit, se ata duhet të shënonin në port. Unë e bëra detyrën time, shokët e bën detyrën e vet dhe dolën me kampion. Është pak e ndarë kjo pjesa sepse në 11 vjeçe secili ka atë rolin e vet, por pesha portierit është gjithmonë, më duket mua ajo më e madhja, sepse është një dhe i vetëm. Ndërsa ekipi pjesa tjetër sikur koordinohen apo janë ndoshta i dalin krah njëri tjetrit, por portieri është ai që është vendimtari, ai që nuk lejon të preket rrjeta dhe ka një peshë bëjagit madhe.
Po, unë mendoj si një portier vetë që jam, portieri ka në pozicione më të vështira si në aspektin fizik dhe mentalitet. Por ka një gjë të bukur sepse kur ti ja del mban, ti ja del vetëm dhe gjitha meritat ti i merr. Patjetër. Por edhe kur nuk ja del gjitha kritikat ti i merr dhe është ndoshta prap emocioni shtuar ato pjesa kur kritikohesh pse u bë ky gol, nuk duhej, ishte faji i portierit, është edhe kjo? Ajo është, dhe me thonë, ana e keqe se që një portier, gjithë të dim. Por më shumë krijon varësisht si ti e menaxhon, sepse gjithmonë dhe elitarët kanë bërë të pasur performancat të këqija, jam ne që jemi alo adoleshenta. Patjetër që po. Por kalojmë pak tek ardhmja jote. Ti the që je përqendruar tek shkolla, ke pasur gjithmonë primare shkollën pavarësisht se sportin e ke dashur shumë, por ke vendosur ta lësh sepse do të ndjekësh një rrugë tjetër. Je maturant dhe të presin provimet e fundit, që janë ato shumë të rëndësishme, shumë vendimtare, po i pret me stres, me ankth, po mëson gjithë ditën, apo e ke marrë pak më me lehtësi, sepse ke mësuar 3 vite? Stres, normal është stres në vete, sepse janë provimet e fundit për maturë, por edhe duke mësuar, duke i balancuar një ditë anglishte, një ditë matematikën, gjuhën, dhe shpresoj që ti marrë të 3 Janë të vështira, mendon se janë të vështira, sepse e di që bëni provime paraprake, ku mësuesit ju mësojnë, bëni pjesë konsultimesh, mendon se do t'jetë diçka e vështirë, apo është diçka që do është si barë, do i heqësh dhe do ja dalësh? Më tepër them se është një si tip sfide, nga që gjithmonë kemi përtasur kështu sfidash, në them se si sfidë, por duhet t'ja dalësh. Patjetër që do ja dalësh në mënyrën më të mirë. Pra se ke marrë fare me stres. Jemi në atë momentin që jemi lehtësuar nga stresi dhe do i bëjmë në mënyrën më të mirë këto provime. Po, pak stres, por them se do ja dalë gjithmonë. Dua të bëj një pyetje sepse unë si ish nxënëse e shkollës Osokuka dhe vërtet ndihem krenare që kam qenë pjesë e kësaj shkolle, si është për ty të jesh pjesë e Osokukës? Unë them është jo vetëm Osokuka, por gjithë gjimnazi është një kapitull shumë i bukur i jetës, sidomos dhe shkolla. Më i bukur ndoshta. Sidomos dhe shkolla Osokuka na ka ti e di dhe vetë shkollën Osokuka na ka ofruar shumë. Mësuesit, nxënësit, shokë dhe shoqet, edhe them është një ndër eksperiencat më të bukur që kam përtasur. Ti përmendë mësuesit dhe unë dua t'i falenderoj sepse ata kanë një staf akademik të mrekullueshëm, janë mësuesit më të mirë të Shkodrës, jo vetëm për mendimin tim, por për mendimin e të gjithëve, dhe në veçanti drejtoreshën, të cilën duam ta falenderojmë shumë këtë mëngjes. Si kanë qenë për ty? Ka pasur atë lidhje të mirë sepse djemt janë pak më ndryshe, unë ndoshta e them më me dashuri sepse të gjithë kanë qenë afër, po djemt kanë atë pjesën që ndoshta duan të lënë ndonjë orë mësimi, duan të dalin. Nuk ka pasur vini nga këto? Gjithmonë. Gjithmonë ka pasur. Ti vetë e thë thonë djemt lëmësim, por është vetë natyra. Është vetë natyra, por nuk krijon probleme më të mëdha. Kjo është primarja. Është primarja dhe ka qenë gjithmonë primare. Ndoshta dhe kjo të ka motivuar për të zgjedhur një profesion kaq të bukur, sa ti ke menduar të zgjedhësh. Mund na tregosh pak? Unë dëshiroj të ndjeku të vazhdoj shkollën për infirmieri dhe të bëhem infermier të ardhmen. Të bësh infermier në të ardhmen, të kontribosh në vendin tënd apo të largohesh? E di që shumë të rinj si unë duan të largohen nga vendi, po unë dëshiroj të kontriboj vendit tim. Dëshiron të kontribosh në vendin tënd, pavarësisht se shumë të rinj po ikin, të duket pak e çuditshme pjesa që edhe kur rini një kafe, edhe kur jeni me atë ambientin shoqëror apo në shkollë, ku janë bashkëmoshatarët tuaj, të gjithë kanë idenë dhe dëshirën e madhe për të ikur nga Shqipëria. Është shumë e çuditshme se pse duhet të ikëm për mendimin tim, por unë mendoj se të gjithë që se kontribuojnë nga pak në një komunitet, mund bëjmë diçka më ndryshe, diçka më mirë, dhe si pasojë nuk mundemi të largohemi sepse kemi nxënër aty në shtëpitë tona, si të them. Është vërtet, është edhe pjesa e komoditetit që na krijohet, është vendi ynë, mund t'i themi dikujt si ke njehur mëngjes, është ajo pjesa, po në Tiranë, se nuk e ke menduar, ndoshta shumë të rinj, mosha jote, nëse nuk duan të ikin jashtë, kam parë që lëvizjen të paktën ikin në Tiranë. Arsyeja më tepër është se nga që dega duhet të zgjedhë është pak a shumë njësoj si ato të Tiranës,
pse të largohem nga familja, të jem i shkëputur, dhe nga shokën dhe nga vendlinja ime, kur mund të jem duke studiuar në Shkodër. Edhe Universiteti Luiç Gorakuqi është i mrekullueshëm dhe nuk ka asnjë krahasim ndoshta me atë të Tiranës dhe ke bërë vërtet një zgjedhje shumë të mirë dhe më vjen mirë kur e dëgjoj nga ti që do të rish në Shkodër, do të kontribosh në vendin tënd dhe të jesh ndoshta nesër pjesë e stafit mjekësor të Spitalit të Shkodrës. E ke menduar ndonjëherë pjesën se sa e vështirë do të jetë të përballesh me shumë skena ndonjëherë, me shumë gjak, me shumë dhimbje, të pa lezetshme ndonjëherë, të sikletshme le të themi, por që ti do i kalosh me sukses? Një dëshirë ime është që unë të ndihmoj njerëz dhe infermeria më ofron këtë punën si infermer më ofron këtë shërbim. I ka marrë parasysh, por nëse ti hin me dëshirë që ti ndihmosh ti bësh më mirë se në gjendja tyre aktuale, nuk është se i ve shumë parasysh to që the, po thjesht duhet t'i ndihmoj. Thjesht t'i ndihmosh, t'ju gjendesh afër. Ndonjëherë është kaq e mirë edhe për pjesën e familjarëve, sepse ka raste kur i shohim duke pasur ndoshta një dhimbje koke dhe dua me gjithë shpirt t'i ndihmojmë, dhe kur je një infermier ti ja del dhe e di se çfarë ti thuash, ku ta orientosh te cili mjek, si të veproj. Ato mezi shpresin gjithmonë që unë të bëjmë se normal edhe të kesh një doktor si tip doktori, si infermier në shtëpi, është e mirë se i ndihmon, një gati dhe po edhe ato duan. Dhe në Shkodër është edhe fenomeni tjetër që jo vetëm në shtëpi do t'ju rish gati, po në të gjithë lagjen do thonë Rubini është infermier dhe do shkojmë aty për çdo shqetësim që do kemi dhe do jesh shpëtimtari i tyre në një farë mënyre. Dhe si ka ardhur koha, si që thamë, që shumë po largohen, dhe ti vendos të rish në vendin tënd dhe të jesh këtu pranë prindërve, është diçka shumë e bukur. Janë ato krenar? Ato si mos janë krenar, dhe më thënë, edukata e tyre, çfarë kanë investuar të unë, po ish rikthesh, po ish përblet. Dhe si të mos janë krenar, thash, jam duke bërë, them, hapat e duhur në jetën time dhe duke i bërë dhe ato krenar. Kush është mbështetja jote më e madhe, Rubin? Prindërit, motrat, të gjithë familjarët dhe tezet, dajat, të gjithë. Po një person i veçantë, një njeri i veçantë që ka qëndruar gjithmonë krah teje dhe është shtysa jote më e madhe në çdo zgjedhje. A nuk kemi një person të veçantë? Unë kam dy vetëm. Ke dy, po ne i thuaj. Mamin dhe babin. Mamin dhe babin, sa bukur të dy. Dhe por ata ke vendosur që të rish, apo ndoshta do ta mendosh edhe një herë nëse ato ikin ti do ikje, apo jo, nuk ka shanse. Jo, edhe ato nuk e besoj se kanë vërtiko se shumicën e të tyre kanë kaluar në këtë vend. Por edhe në që sa të do ikni, në më them se do rria besnik vendit tim. Ka ndikuar prindrit tek zgjedhja e profesionit tënd? Sepse shpesh herë dëgjojmë të paktën prindër që i thon fëmijëve që lëre futbollin, por duhet të bësh një profesion që është pak më fitimprurës, është më statik, është më i qëndrueshëm. Ka ndikuar ato tek zgjedhja jote për të lënë futbollin dhe për të kaluar tek infermieria? Unë mendoj që si fillim prindi nuk duhet të jetë ndikues në zgjedhjen e fëmijës së vet, se çfarë do fëmia të bëjë, do të bëjë. Por ato thjesht më kanë dhënë një shtys, më kanë ndihmuar çfarë unë të zgjell në të ardhmen time, më kanë shpjeguar se si funksionojnë gjërat dhe unë kam bërë zgjedhjen time. Po motrat? Sepse unë duke pasur vëlla vetë, e di se ndonjëherë ka edhe ato momente që i themi, po jo, s'është më mirë të bësh kështu, po ndoshta zgjedhja ti dëshiron diçka tjetër dhe jemi pak në kontradikt me njëri tjetrin. Dhe ato, njëjtin rast si unë i kanë ndihmuar domethënë prindit si veprojnë gjërat, çfarë të ndjekin, si ti bëjnë, por rrugën e kanë zgjedhur vetë. Rrugën e kanë zgjedhur vetë. Edhe është kaq bukur kur rrugën e zgjedh vetë dhe ke kaq shumë suksese në jetë sa ke ti. Rubin, je shumë i mirë, të falenderoj shumë që ishe këtë mëngjes me mua, dhe është vërtet kënaqësi të kemi të rinj që janë kaq të talentuar dhe kaq të mirë me ne në studio. Dua për ta mbyllur nga ti një thirrje për të gjithë të rinjt që të ndjekin ëndrat e tyre, Rubin. Unë si fillim them faleminderit dhe ty, dhe për të rinjt them që nuk është që se ti ke ambicia dhe dëshirë, gjithmonë do t'ja arrish ato që do, një mënyrë ose një mënyrë tjetër, kështu që s'ke pse të dorëzohesh. Patjetër, nuk ke pse të dorëzohesh sepse rruga është e gjatë dhe ëndrat janë pafund.
Është kaq e bukur. Të falenderoj shumë që ishe me mua, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këtë momente. Takimi radhës së bashku të hënën.